bashkë ose një president për bashkë kështu me radhë. E di që je sinqert, për shumë edhe kështu biseda private edhe në për media. A ke pas takim për ndaj ofertë mundshme me kryeministrin Kurti? Për president, për shembull, pse jo? Jo. Ja, s'jam taku me kryeministrin Kurti asnjë. Për kësi oferta? Absolutisht jo. Po kështu takime keni pas? Jo, s'kom pas takime, vetëm im taku kur e kemi vendosur lapidarin e këtij herojit të popullit në Podujeva atje, tash s'po kujtohet cili ka qenë, tash që jemi taku me Ramushën, me taku për ndryshe. Po kështu takime private po me ne private jo, po kështu në qeveri kështu s'keni pas? No, jo. Asnjëherë? Po se kanë dalë këto lajme për ta bëj pyetje. Si bëj private, ato ne më dalë marrë hisë mërzita. Po jo, dhe? Jo, Albin e kom pas parti, ka qenë kryetari i nëndegës partisë parlamentare të rive, ka qenë baba i Albinit, ka qenë kryesi 10 vjetë partitë parlamentare. Ka qenë edhe një PRK, Partia Republikane, babën e kom pas kryetar Degan Viti. Jo, në Republikane, jo, po parlamentare. Besoj e din që ka qenë edhe Partia Republikane. Po të interesojnë të sanë, dhe me thonë, do farë lidhje që i konë familjare me këta të vendose, për shembull gjithë literaturën ilegale që kemi përdor atëherë, dhe me thonë, kur kemi qenë student, ka qenë nga Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka. E vërtet. A kupton? Tani, dhe me thonë, me Albinin kuptohet me familje, kretë njihemi me familje. Me Glaukun, kom qenë me babën e Glaukut, me shri, kom qenë në Burg. Unë kom qenë në Banese, ka orë unë e kemi nejte, dhe me thonë, jemi familjar në të kuptimin e... Dhe ka punu Glauki, ka banë sheka, ka punu e ju, po? Nuk e di, para ta, po ne jemi familjar. Për ndryshe, me Albulenin, me babgjyshin Albulenis... Babgjyshin Albulenis ka qenë patriot i ma. I jarëzakonshëm. E ka thonë dhe Gjavit Halitin e mësjën. I jarëzakonshëm, mështë ta e ka shru librin Shota Azem Galisa, e cila ka qenë, dhe me thonë, libri par, i cili ka qenë ndaluar të student, në njëri ilegale e kemi asi. Dhe tash, i kam do raporte, dhe me thonë, shumë emocionale me këtë kategori. Ta e në kategori produkt i lëvizjes të quaj revolucionare të kombit tonë. E me Bardhin Mahmutin, profesor, dhe shta më ndërbej, qka ki? Jo, kur gjë, Bardhin Mahmutin, kur gjë s'kam, ajo shumë... Sa i ka qenë kryetari PPD-s? Ajo është patriot, Bardhyli. A ka qenë kryetari PPD-s? Para se mu po Partia Demokratike, ka qenë Partia Progresit Demokratik? Po. Ajo është patriot, ka dhonë për Kosovë shumë, është djali zhutë, po është pak i ngutshëm, dhe më thonë të situata. Qëfar aspekti? Ko qef që shto gutet. Qka është gut me ty? Jo, po se gut, po hinë do laknav, që thujmë ka herë hinë laknav, dhe kërgjot. Në qëfar? Po nuk e di, s'po më kujtohet qka ka qenë, por qështu. E di që në për statusi kështu, jeni morë, ajo është morë shumë me ty të na s'ke pritu dhe të mja këtuj. Pa, qështu, ja këtheva, qështu, e lip ka herë mja këtuj, edhe kur shta lip, që më ngus pak, jem kështu me jurë, ti e din, jem shumë me jurë. Vesh më ngus problemës tani. A hina pak në tim të politikës apet? Ka dushmër. Edhe dhe statusi ki interesante edhe për LDK-n ke thonë që vaj halli për partinë e Ibrahim Rëguvës Kukarau dhe Tito të vogël i ke thonë Lumir Abdixhikut. Tito të vogël, ja, s'ma merë mene që ase kështu këmë thonë, po a di që është problemi. Qështu diçka ke thonë? Atëherë, para luftës, se unë e kom kontinuitet, para luftë akon LDK, akon Partia Republikane, Partia Parlamentare, na kemi komuniku, e kemi pas këshillin drejtues, brenda këtu edhe këshillin kombëtar, atë quhet këshillin e gjithë partive politike. Unë jam kontaktu me Rrugovën disa herë, domethënë edhe zyrtarisht, edhe sanë e bile përmend me një moment kur kemi pas kemi pasin koalicion në Aleancën, kam qenë në Aleancë, 10 vjet kam qenë kryetari i degës Aleancës. Edhe kam qenë antar i kryesisë Aleancës, 10 vite kam qenë, kam dhënë Aleancën. Kur kemi pasin në koalicion atëherë, kom pashku me kryeministrin Bayram Kusumin, ato kom shok të Burgut, kemi pashku për mi da këto ministrit. Edhe na i kërkojshëm 2 ministri, e Rrugova tha pse s'pi merr një 4. E kom përmendur në këtu, dhe me thonë që këta tonë, ta shokët e mi, që ta duhet me pas kompromise. Se Kosova është e kompromiseve. Na ende nuk kemi të përmbushur me gjitha dhe më thonë, ato farë prerogativat e shtetit, nuk jem Këshilli të Evropës, nuk jem NATO, nuk jem NKB, nuk jem dhe mekanizme, institucion ndërkombëtar, nuk jem përmbushur, na duhet me shku me kompromise.
Edhe këtu në parlament i thëshë, bëni kompromis, jepni edhe 4 vota në të krijohet parlamenti se nuk luftohet politikisht në parlament. Luftohet politikisht për qeveri. Për qeveri s'kish problem se kemi afate kushtetuese. Për këtë arsye kam bërë përpjekje të jashtëzakonshme, domethënë bashkë me gjykatën kushtetuese që janë do njerëz të shumë të respektuar aty, domethënë edhe me gjithë këtë gërç se ka pasojë, ka pas pasojë edhe efekte edhe të brendshme dhe të jashtme. Absolutisht. Edhe kështu që kjo ka lajë, ka përcjellje. Kështu që partitë politike, ndoshta të tënde, domethënë këto partitë tradicionale, LDK-ja është, kam shumë shok LDK, shumë dashamirë, apo këto në rrime, ta bisedojme në ne, LDK-ja duhet me rujtë, si pas mendimit tim, atë efektin tradicional. E ku të kompromise, të qëto kompromise, dhe me thonë, e këta djemë të ri, ta e në zgjut, nuk janë të pargjut Lumire, këj Memle, shumë djemë zgjutjen, shumë atraktivjen, por është problemi që duhet me rujt dëni bazament, dhe me thonë që e ke pas, këto thëmë të kompromis Amerikanë të tojnë, kompromiset që në shumë vetë po me qilë temot bëse, vetë po ngus. Po, të kompromiset duhet më konë. Po, për shamull kjo rasti me Ramizi patriot, gjitha të mirat e Zotit i ka dhe Samia, po nuk duhet kështu mu kacafyt, se njëherë mas pari komunat nuk jenë private. Komunat janë shtendore. A mendon që ka bo gabim që ka kandidu veta? Ja, do me thonë, kasafytet nuk duhet me bo se këto tani kryon efekte. Për është ta gabim, s'ka bo që ka kandidu vetë për të sekretar? Ramizi? Jo, s'ka bo gabim, absolutisht, nuk ka bo gabim, është demokracisët. Po edhe? Edhe po është problemi se lene efekte, se këto jenë, dhe me thonë sarkazma tjere, po dhe me thonë të ke pradhën efekte, se unë e kam dëshirë... Jo, si janë pas sarkazma, se me më lidha dëreci, profesor, e ka ditë diçka, Ramizi ka ditë diçka që ka ullë. Se për mu, kretë partitë politike janë pasuri kombëtare, ta keni parasysh. Ata janë pasuri kombëtare si një është organizim për të mirën e vendit. A ke por në programet partive politike gjithmonë thotë që do të bojmë mjekësien më të mirë, do të bojmë... Po, nuk ka diskutim. Kërkush stat kena me rëdzu shtetin. Me rëdzu shtetin, nuk kemë, por jënë pasuri kombëtare. Edhe duhet me rujtë to, deri sa të ndërtojmë shtetin. Se shteti nuk është vish për shteti. Ka plot njerëz që punojnë për shtetin edhe që në hiq për shtet. Edhe punojnë edhe ma shumë se në për shtet me qenë. Se shteti duhet me dash kret, nuk duhet me dash vish për shteti. Se për shteti vjen e shkon, e shteti mbetet. Kështu që ne duhet me qenë aktiv. E ne që jemi marrë me këto punë, nuk në lenë rahat, dhe më thonë gjake rahat me nejtë. Absolutisht, për atë arsye, unë jam shumë angazhu. Po për dërreqen e Memlit, që ka me ndoni? Që ka me pos një aferë, për shumë, vjen prej Augës, të Kadri Kreziu, o bo kretari për dëkës. O merës kështu si... Dëgja, për thamë kështu shumë sinqerisht, asë një detyrë nuk e kom marrë të shtetit që e kom kërku vetë. E di më rëmë, da, nuk diskutuar. Gjithë shokë më kanë thonë, merë që detyrë, profesionalizmi, merë që detyrë, deri me tashtë, në thonë, gjitha funksione shtetërore që i kom kry, edhe këto, jo partjake tjera, dhe në thonë, kur s'kam kërku vetë. Po profesionalizmi e të i shtetit. Për shamë, që i kom dalë për burit në 10,